Ku punu në qendër sociale, shumë raste ka që kemi pas konkrete, live që tu konkrete i kum pas para në tavolin, kur ka ardhë dhe me thonë mashkulli, burri me grujen. Intervist njerë, burrin e marun pas taj grun, që ashtu është ligjeresht. Burri shkon i he krejt për mi veti që ka, me kerë, me shpis, len kur gjë, i qetë në mërt babës, nanës, motrës, dajës, tezës. Kur të vjen tani duku në deklaratën me marë, nësi zyrtar ligjor, atje, kur ta qojnë gjykata një landa që i shkën, thot, ky personi nuk ka asë një tragë. Kush po bjen këtu posh? Femnat, gratë, do me thonë femnat, tash nuk ka aj me majtë femnën me dhonë kompenzimin e gjykatës që epë gjdo muj për fminë ose për ata që ka jetu. Alimentacion është obligim ligjor. është obligim. Qare s'ka. Ose kime po marrëveshje me gjyshtarin, ose ka me ta saktu gjyshtarja alimentacionin. Varët pitarëve që i ka, kemi pas raste konkrete, as alimentacion s'ka mujt mi saktu. Jo, në më të fëmista të parë mjerë. Dhe moshën 26 vjetare. Ligjë për familje të shumë qarë. Deri moshën 26 vjetare ka me pagu alimentacion shifte janë nëse punon mashkle, nëse punon jo, s'ka. Po normal, nëse unë të mbastarër, ata që... Po që ajo dhe mbastarër, ajo s'ka tardër, ajo zero, po bjen. Zero me bën konton, zero. Shumë rast se kena. Me qenë, une nuk po du m'ja marë fmit e burit e. Alimentacioni nuk i jepët grua së shkurërzuar. Zotrizhini, që ka të kanë alimentacioni nëse jë njëmit me nonën. Fmive jepët, jo edhe grujës me legjë është që ku avokati me legjë është në gjykat alimentacioni shkon për fëmin dhe nëna nëse është e pa pun të mbahet, caktohet një shumë. Po du me pytë zotri, unë s'po du m'ja marë fëmijë, sa i shkon e kryon një fëndënje tjetër. Unë du t'mja këshyr fëmijët e burrit tem, jo more, jo me re, shkoj e gjoj një burr tjetër. A mund të mja bo një pytje avokate, zotri Gjini, qka ndodhe në raste kur do shta s'kan që ka me ndoa pasuri ose burre nuk e ka pasurin në emër të vetë. Ashtu si që tha psikologja, që shkon edhe heq krejt pasurin prej emrit vetë, e vendos në familjar, në shoqëri. Po që ka ndodhe në këto raste? Po këto raste ligji ka reguluar bukur edhe këto manovra gjinakrit e personat asë përdu, të ta thejmi kushtimisht roli, do më tonë, i mashkullt ku gjenia femrore, motrat, po tjetërson ka pasuria e familjes, përkasisht pasuria e babajt tyre, pra ligje ka reguluar bukur sepse nëse një pron, tjetërsot në duar pas duar, do më tonë, me qëllim që një vajzë mos ta merr pasurinë e babës, atëherë avokati në shpallë gjithë të